jam vetë invalid lufte, jam me protezë. Do të thonë me protezë, kamën e kam të humbur, me protezë, ka pas moment kur ishtë dash me marrë fëmijën e shku mosafir dikon në hangër darkë. Qa qëra nuk në gjendja dhe prapë... Dovë keme shku për darkë, për qef, si kom me thonë me marrë fëmijë me artë e ti, ama ish e këndër ta, nësish me arë për qef. Ardhja e fëmijëve më ka animu shumë financiarisht. Arshin gjinja për përhajrë, për mi bas fëmijë përhajrë, dikush 5 herë, dikush 10, dikush 50, vallaj edhe qato më ka animu shumë. I kena këshyrë si sytë e ballet edhe parët kur i piqesin për lehona, i kena këshyrë edhe parët kur i piqesin për pampersa që ishin ka të rotera. Shumica e ditëve kanë qenë qështu. Kush do që jarë kena insisteshmi që jo, s'ka nevoj me lanë pak shesh, në fakt kishmi nevoj vallaj. Unë pa grunë tem s'kisha mujt mjeta. Më merë menja që po ta kisha një gru tjetër s'ja kisha dalë. Po me këta e kam dalë, se kjo ka dasht me ja dalë me mu. Edhe aja ka mujt me pas gjithë tjetër, ka mujt me gjithë në i burë ma të mirë se onë, po jo, e thonë bashkë kena me ja dalë. Miqtë të mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Sot terrenin e kemi në Ferizaj. Sot kemi arë me taku Ylber Selmanin, i cili është invalid i luftës që e ka humbë këmbën gjatë periudhës së luftës dhe ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai ka me na fol pak më shumë për jetën e tij, për sfidat me të cilat përballen, edhe se qysh punon edhe nuk ndalet asnjëherë. E për më shumë diçën në intervistën, po shkojmë pe takojmë Ylberin. O, përshëndetje në sërë. Mishë gjatë, si, a i mirë, si për kalën? Mirë, përshëndetje, që shënë? Gjatën të punu. Po tash, ja keni orë momentin e duhur, ja moment të keqë, njënë është. Të të shumë që momentin e duhur. E ronë që është të pomenaj, që shënë, ja më nërtë. Për kalën i ndërun? Mirë, nuk. Me shëndet? Mirë, që Qështë po janë nisni të jo t'ja Ylber? Nësa ora zgjohesh? Po tash, kur t'i bëjsh do vjetë, edhe kur i rikthesh kësaj pune mas një kohë shumë gatë, po më mërmenja që një farvullneti pak si lot, po mirë, nuk është keq. Këtu në këtë vene ku një ardhë është shpiji, e cila ka qenë shpiji e vllaznive, shpiji e familjes. Edhe këtu vllaznia, për shkak kushte më të mira, kanë lanë këtë shpiji, kanë shku jenë rahatu dikun tjetër. Njëri vlla është në banesë, të thotë vetoni. Vllavi tjetër, Leoni, prapë është në banesë, agroni ka dalë me një shtëpi të vetën. Burimin e kena kërshi, nështë e po të shtëpijen. Unë e merë në këtë fshirjen ku ka qenë në praktis kjo shtëpi, edhe familja mas këtë aty një problemet cilat i kom pas para gati që 3 vjetë, kanë vendosë më minimu me thonë, mas i përrej shtëpia, bile mëri maqinat shko që i në vend. Se jëmë konë me një lokal me qera, edhe mirë më konë, edhe aty ku jëmë konë. Me gjithat, po të një farë kohë jo të mirë, një farë sulmi që të nga popullosh që tartë ka mos të kujtofsh, edhe mu merdhen që ashtu, merdhe edhe gëzim, edhe idhnim, edhe mërzi, edhe lodhe, edhe gjitha ka pak. Edhe falimin tim e sipër, si gjithë të shqiptarë del familja kra, familja më dërë kra, edhe më thamë me pro maqinja to, që shpisheni, tash jam këtu në qëtë sobën e vllavit. Dhe me thë ke vendosë në këtë shtëpi që e ka liru vllau, edhe tash të me thonë është e pabanueshme me zhvillu biznesin. Shtëpia konë e banueshme, na këto kena rritë, më thonë se me linë jo, si me linë, se është kena pos një shtëpi tjetër, po kjo është shtëpia e familje. Dhe më thonë qështu ku jamon është shtëpia dhoma e vllavit, burimit, kjo soba kënena është dhoma, dhe më ku kime nejtë familja, dhe më në salon që i thëmë na, koridori, kuzhina edhe dhoma tjetër ku jem konone me dhomë në fitë. Dhe më 2 vllazni konë ma natë. Edhe kjo është këta vllaznit për shkak, të më një kanë regullu kushtet ma mirë, që është thash ma herët. Ka vendosë me praktis me lëshu shpinë edhe masanin ati ke pru pajisjet e to. Edhe më kanë thonë, po, më kanë thonë me herë i beri pajisjet, se ashtu kështu dhe më unë veç isha në falimente me sipër, e më thonë beri maqina, ashtu kështu i të paketu atje, se procesi i sheqerit është paketon, dhe mund paketon banë rezerva edhe kur thirë kafiqi ja qanë. Kështë që për njëjtën punë, pse me pagu qira, faktën isha me qira, isha në lokal, edhe isha mirë, nuk isha keq, po të shemë alë ma mirë, në janë shpe.
Apo na flet për sfidat e tua që i ke pas domethënë të e zhvillu këtë lloj biznesi, këtë lloj pune që e bën. Ti po tregon që ke qenë prag të falimentimit. Po. Apo na flet pak më shumë për këtë pjesë. Dëgjoj, unë kam punu, do të thotë punoj që 60 vjet me sheqer. Jam vetë invalid lufte, jam me protezë. Do të thotë unë jam me protezë, kamën e kam të humbur, domethënë me protezë. Këtë punë e bëj me, do të thotë kam bë unë edhe gruaja. Gruan e kam pas edhe kam personal si të kufizune. Ne kemi gjetë vetin këto, do të thotë gruaja i mbaj ke makina, ti pastrojke, edhe paketojke, e unë i dash në teren sheqer. Nuk kena pas fëmijë 18 vjet, por 18 vjet me radhë na jemi mjeku pa u ndërprer. Do të vazhdimisht kemi kërkuar trajtim mjekësor, Remedik, Sistin, Shkop, Prishtinë, Tiranë, Egjetiu, ku na kanë thonë për më me gjetë mjekim kemi dy. Edhe para 3 vjetë në gjeti Laçi, prishmi më bo prind, në moshën muajin e 6 të Zanis, dogona më bën një vizitë, edhe vizita e befasishme, muj me thonë që i kishë shumë dikush, po pavarësisht asaj ato janë hipotezat cilat që shqiptarët. Po thjesht janë hipotezat. Edhe prej shënimet që i kom pas, hyrje dalje, unë kom qëndru mirë, sepse s'kom dash si invalid lufte, më me dalë asnjë njoll, lidhe me diçka po në nëzes, po në nënbar, po i kom pas me letra, hyrje dalje, kom pas e kontabilist temen, e kam një shok shumë të respektuar që më ka nimu jashtë mase, edhe ka bo diçka jashtë kontabiliteti, dhe më ka nimu tepër, Arlindi, edhe në qatë kohë, dhe më një kom qëndru me letra mirë. Po, kur ardhërani me argumentu ose me faktu blerjen e makinave, më kanë thonë fakturë, në shqiptarë, s'kom pas fakturë, a e ki të regjistru, e ki të shënune në libër kontabilitetit, kom thonë ju. Kur i ki ble, 4 vjetë, 5 vjetë, shka që ishtë dosh me thonë i kam para luftës, po kur s'de njeri me rajt, edhe më kom thonë para 3-4 vjetë, 5 vjetë, qështu. Edhe mi kanë konfisku makinën ma kanë konfisku, jëm dënu për makinë, dikun 800 euro dënimin e makinës, plus më ka shqip makina. Do më të njëtën ma kanë konfisku, ma kanë legalizu, ma kanë shqip, makinë ma kanë konfisku, makinë jëm dënu 800 euro më vlerë të makinës, edhe por me legalizu makinën ma kanë shqip dogana, do më prapë është dosh me blej, edhe e kom faza ku unë nuk më dasht as me qume në tanina, sepse shtash gruja kon mujnë e 6 të zanis, nuk kish mi qef me shqetsu grunë, s'kisha qef por kur gjatë 17 vjetë pritje, e me parfor me pranova gjdo sen, gjloj sulme që mu bëjke, sënë, faktikisht jo, po njerëzit të thërshin boshdi, thërkret kredija, për shama të thërshin përmarus, edhe tërzdojsha me shqetsu grunë, ish mujnë e 6, u përishme mas 18 vjetë më bëth mi, edhe që e kone e koha kur në veç fillova me ra, i kam 2 kredita, që në atë ku i kom pas, një kom pas për biznes, po shpishet që kom investu, edhe një kredi e kom pas për mjeke. Në të 2 jetë pasane i kam fillu fazat ku s'kom mujtë me këty kreditat, a fatën e mon, se do këne që grungu me mjeku, mjekimi ka qenë tira, e këto e në kon sfidat se datë vish kam fillu, më që mund në falimet e. Masane, kur ti s'ki maqina, kur ti s'monësh me punu, edhe gjallë një që fare kisha, da më thonë, isha vish me gru, nuk isha punëtor tjetër, edhe gruja plus 7 zonë, edhe tu mjeku, edhe kjo rezultoj me humbjen e pikave, na i thëmë pika kafiqave, ku të sënja qënë kafiqe që qerin, i vanosh një dit, 2 dit, 3 dit, edhe rezultat me humbjet klienteles. Pavarësisht kafiqave më kanë respektu shumë, shumica kafiqave hala më respektojnë, me ditë atë që kun fillu me sheqer, me njerë fillojnë me marë, po gjenja është kjo që unë s'kun fillu hala. Gjerimin që keni pa në Facebook ka qenë veç fillimi i punës në petrol kompani. Ndalemi pak të që ke pjesa që e përballësh me shumë sfida, dhe më thonë për një herë. Ylber, ti e përballë me shumë sfida për një herë. T'ka orë dogana, ti kanë konfisku, dhe më thonë letrat, masanina pas 18 vjetëve, gruja është mjeku me IVF edhe ka mbet 7 zonë, masanetu kanë bo shumë kredia, 2 kredia që s'ke mujt as mi mbulu. Qësh janë ka përjetimet e tua në ato ditë? A nishe keq? Jo, Qa ke ndjen ato momente? Puna e thmive, u konë punë
domon mos 18 vjetë me pas një fëmijë në dorë, edhe në diçka që veç fillova edhe me po më duket që u ktheva pet. Po. Ma e keq që ka se tani mas një vjetë, alo pa i bo një vjetë, gruaja usmu edhe se thash e kam gru me aftësit kufizone, edhe gruaja usmu prej kukit. Edhe u dovke me qunë spital, për mi bo kukin operacion, impian, protezë, edhe ajo kanë halat, ajo veç pushtu e hnez masanina, se ta më në fillova me morë vete me punu pat, musmu gruaja. Edhe të një grunë dovke me qunë spital, po me kanë milion thmi. E ishin plus 2 që i ke djallë, edhe ishin mushë, do mon halat pa i bo një vjetë thmija. E kanë halat tjetra, do mon gruaja këtë procedura, me operim, me masanej, me nej, të ratë, shtrit, dikun kanë zotë një 4 mujtë e tjera. Në qatë kohë, kërë dovke trajtemi kësor, kreditat thërshin e vesar që ishin e kiratën, edhe së një kunet gati, vallaj, edhe sa ty një i mirë kupte edhe ta e kam punë, se cilën po, vallaj, së një kumë dalë, probleme kumë pas vazhdushme, cilat merdhen, që të në pa dashe, po erdhen. Sfidat një pas njashme, do më thonë, qysh i përballove, ku e gjete forcën në Liber? Se shumë njerëz përballen normal me shumë sfida, po në këtë rast po flasëm për ty personalisht. Qysh e gjete forcën për mi bë ballë këtyre në sfidave dhe me thonë, Ylber, duhesh me mbledh veten edhe me ecë përpara. Vallai unë për krahun e pas të familjes, shumë pas për krahun të familjes. Ardha e fëmijëve më ka ndihmuar shumë financiarisht. Do të thotë, do të keq me thonë, po më ka ndihmuar shumë. Arshëngjinja për hajër, për mi bë fëmijë për hajër. Dikush 5 herë, dikush 10, dikush 50, vallai edhe çato më kanë ndihmuar shumë. Edhe i shumë shtirë. Edhe çato 5 herë. Po, edhe çato 5 herë më kanë ndihmuar shumë, në çatë kohë. I kena këshyrë si sytë e ballet edhe parët kur i piqesin për lehona, i kena këshyrë edhe parët kur i piqesin për pampersa që ishin ka të rotera. Gruaja Konradë që mos i kanë qitë parët, do më ndikur tani boni me mesazh. Me orë mesazhe shka merri se i qitën. Edhe shumica e ditëve kanë qenë qështu. Kush do që jarë kena insisteshmi që jo, s'ka nevoj me lëmë pak shesh, në fa kishmi nevoj, vallaj. Edhe në qatë formë edhe ato në ka ndihmuar shumë. Që ajo ka ne vullneqit që në ka lëmë me ecë përpara, miq më ka ndihmuar shumë, miq në përgjithësi, familja e grus, me tesha fëmijës kanë hekur. Gjon familja em po ashtu, në kodën bakshishit kanë provu edhe tesha për fëmijë, për të dytë, edhe gati një vjet nëse kena pas nevojë me vlejë fëmijëve tesha për shkak se ashin të përhajri tesha, edhe normal çdo kush që ka ardhur më ka ndihmuar me çato parë të bakshishit, me çato e kena bërë ditë. Më emocionove shumë kur tha që o dash kemi pritë dhe më mbështet që ato parët e lehonës, parët e... Po, e vërtet. O kanë shumë zara për më. Qaqëran, o kanë se kemi pas vazhdimisht oferta, pagesa, oferta. Ka pas moment ku i kom pas 100 euro të fëmijëve, 100 euro zash mi qu, se vazhdimisht tërke banka, tërke, jo do kemi qu. Ka pas ditë kur keni mbet në shta keq për veti për me... Po, ka pas. Ka pas ditë panumër të tilla, ose ditë ka pas shumë. Shumë po i kemi kalu. Ka pas moment kur i dash me marrë fëmijën e shku mosafir dikun në Angërdar. Ka pas asnjë moment. Do më thonë me Hunger Dark. Ne që na shkishmi për qef. Po pa qaqëra nuk kanë gjendja dhe prapë... Dovke me shku për dark, për qef, si kom me thonë me marrë fëmijë me artë e ti, ama ish e kondër ta, na sish me arë për qef. Po dovke me këtu kishe po rinja për qef. Ai mosafir që shkishmi na, normal do kom pjesë e familjes. Po pa tjetër, po do më thonë gjendja ka qenë qaqëran dhe juja ekonomike. Sa që për një herë të ka dosh, do më thonë edhe biznesin prakt falimentimit, masanina mjekimit e grus, shtatzania e grus, gruja që ka dosht mu bo operacion edhe në ku ka krejt që të sfida. Borgje që ka marrë për me mjeku grunë, pa ujë në shtru kërkujna, kom dosht thjesht me një mjeku me dignitet, kam borgje edhe sot kam borgje që kom marrë shokve, po kom dosht me trajtu me dignitet, mos me një gruja një muni keqë se ka një nikësjan, jo, s'kam do dhe jo. Borgje kom i, e vërtit, edhe me dignitet dhe më të në kom i ku grunë, edhe me krenari, edhe me faqe bardhe jam të i këthy edhe borgjet, gradualisht jam të i këthy. Sot këjni është dita e 2 e 3 që kom fillu me paketu sheqer,
është Depo Fruktalli, Alberti, cili e ka shtrit dorën e përkrajës. Alberti ka lyp me sheqer një paketu, edhe sheqerin që të po jashtë, domthonë është i komplet i blen prej rrogës të parë të Petrol Kompanisë. Në momentin që kom marrë rrogën e parë, për më njerë kom shtinë mall, edhe kom fillu me punu kapak. Pas ke ty në sfidave e ke gjetë edhe një punë, që je punësu, të më thonë në pumpë derivateve. Aja e Petrol Kompanisë u konë, nuk di as veç u konë. I kemi aplikuar, im konë të pi kafe me një shoktemen, Bekimi, Beka është të punu hala. Beka ka pas një problem të njëjtë si unë, për ka pas me pylltari, me shumar në i thina. A i ka punu me dru, me malësh fjalla, ka mojtë familje, edhe i ka pas probleme. Ja kanë konfisku kjerin e motorin e motorsharën, edhe tash gati problemet si korone, identik. Edhe tu shqetsu të mon nga zemër se s'mu isha mi animu, kur qysh, po bile me kajt një halë. Kër më dhatë jo, kom i thamë punë, thamë po ju shtliru. Shfar punë, tha Petrol Kompani. Shfar punë është, po më ka zënarori, qështu. Rroga është të moni mirë, është solide, është 500 euro rrogë, me gjitha kontributët që i pagun petroli. Edhe, thasha, mëj me punu edhe, tha po mërë, tha bile, tha ka nevoj për punëtur. A pithu, tha pitha. Edhe, as unë nuk isha shumë serias kur i thash, as saj dyqysh edhe, tha po mërë i thamë, edhe ishkon kismet e zote, edhe kur po më thirë në telefon petroli, edhe po thënë, tha, a ke apliku për punë? Thash, ju s'kom apliku, po i kom thonë veç Beka. Tha, po Beka ka apliku për ty, edhe më kanë thirë. Fatmirësisht, menagjeri Agimi është ka gjej më shumë, Agimi është duket pensionist është aty, po Agimi e njifat me babën te. Tani Graniti, menagjeri djali ti, njifat me mu, sepse kon kamaren një ku më qunë sheqerone, edhe në kështë me Ilber, thër Granit, tha ti këto s'është po, edhe qështu fillu. Java parë... Që shëndjeve kër e more rrugën e parë, kër java parë që shke? Po java parë, do më java parë nuk e disha, edhe nuk më beseke që... Që i të punu? Jo, qashtu, ishte shkysh sikur një diçka shumë emrine për mu. Java parë ke qashtu, java dytë, njëftimin me shok, me Bekën tani dole Andren, qëtër me Bekën, me qëtër që më ka ponsun, qëtër me bo, me shokën tem. Kom ponu gati një 3 javë të mira me Bekën, tani të rroga. Që shëndjeve kër e more rrugën e parë? Për shkak se ti tamam kështu mu punësu, edhe trustet e para i ke marrë do me thonë falë punës. Po, trusi parë është i Petrol Kompanisë, rroga e parë është e Petrol Kompanisë, jashtë a pensionë. Të 50 vite i e do me thonë që i. Po, bashkët. Nuk di, është një diçka një emocion që me të vërtet edhe kur... Edhe përvesej me rrugën e parë i ke ble gruzë dhe fëmijëve të qka. Ja, drejken atë. Drejken, i ke qitë drejk, do me thonë me rrugë të parë. Që kështë Petrol Kompani? Pasqyra e llogarisë, është që nuk ka asnjë kontribut tjetër, është i pari edhe është data, që 22/9/2025, Petrol Kompani që komu ka po pagesa e trustit, të mëndë është trusti i parë, edhe rroga e parë në Petrol Kompani. Edhe rroga e parë që shpesheni me njerë këmë startu me punu, me mori më këm mas 3 viteve, 3 gjysë, 3 vjetëve. Sepse një vjetë shtatënia e grus, tani pas tani mjekimi për protesë për kam, fëmija mi kam bërë 2 vjetë e 2 muaj, për që mas 3 vjetë e gjysë, po më mërënje që du mori më këmë, du mori në gjallë. Normal falë familjes, falë kitë ka pa, kush ka pas mundësi. Jo kështu kush ka pas mundësi, sepse për thëmë keqë, po kështu ka qenë, si cëllë që u munu, më ka një mu pak. Ti e një njeri shumë i njës, një njeri shumë krenar dhe që punon me shumë dignitet dhe mu po mbja mirë që po të një dhe po të akaj. Po prap duhet një forcë ko gja e madhe. Ku e gjeshe forcën të në ato ditë kur s'dishe ka me amaj? Të fëmija. Të fëmija. Të fëmija. Do mon e marsha fëmin, i ki edhe fotografi në Facebook e vizitani, marsha fëmin, do mon herë për banjës, herë kështu. Edhe gjithmonë thësha që... Shkak se 18 vite keni prit do me thonë për fëmijë. Edhe fëmijën kanë ata e sfida që gjithmonë thësha këta s'kan faj që kanë falimentuar. Edhe këta do të morit me dignitet. Në mund kjo ka qenë ajo, se kur që moriton,
Sonjë djallë ballisti, babën e kena pas ballist, no? Familja joni ka tre veteranë të QK-s, agroni është pjesëtari i QK-s, burimi është veterani i QK-s, edhe unë jam invalid. Babën e kena pas djallë ballisti, babgjyshi jonë është ballist, do thotë. Edhe thësha unë i mrit me krenarin e të qenurit të më kontribus ndaj atë dhejot, edhe kështë është fëmin, thësha këta du të më rrit me atë Me atë dashni, me mos mi mungu kur gjo dhe i kënë gjendje me bët gjithë shka, me punu gjithë shka, që aty në mos mi mungu kur gjo. Po ngushlimi i parë dhe i vetëm ishte kër i marrë shanë dorë edhe grune ofër me me paterica bile që ku i ka shtakat. Grune ki me afsit Po me afsit profesione. Tash është mirë, domethënë, edhe kur e marrsha, kur e thësha gruas afro me shtakat, domethënë, i thësha afro edhe fëmin gjithmonë thësha shakan faj këta, domethënë shakan faj që kjo që unë jam krizë. Megjithatë kriza është krizë për secilin, por shakan faj këta. Edhe gjithmonë kam kjo forca që është dash çdo mëngjes me dalë edhe me punu edhe me qëllim me shpërthy gurin e drunin për me ardh. Me ardh mramje me një bushishi pak më të njohur që ja dola. Edhe po, ja dola. Edhe më po më vjen mirë që sa t'je këtu ku je dhe po shpresoj çdo ditë e jote ka me kon veç mire, ma mire dhe po shpresoj që ka me të plotësuar çdo dëshirë edhe ty edhe po shpresoj që kemi ja plotësuar dhe fëmijëve tu nesër pas nesër. Po vlen mos se e di që ata kanë me qenë shumë krenar kur triten me dy prindë si jo. Ti vetë je invalid i luftës, nuk do të thonë njërin kombe ke hub gjatë luftës. Nusën e ki, do më thome asit kufizume, për kundër gjendjes tjuj fizike, nuk keni ndollë asë një herë dhe keni punu, jeni mundu ditë e natë. Grujem ka përkro shumë, grujem ka do shumë, edhe grune kam, nuk e di pse s'është që ka ajo është ma luftore so. Se kitë të sfide ka përjetu edhe ka përballu ma forca. Edhe do të thonë pse s'është ajo luftore, se me pas një burë. Ajo kë ka një heroin. Bashkë heroin, me pas burin invalid lufte. Edhe për 18 vjetë me kërku mjekim vazhdimisht, do të thotë mos më dërzu kur. Edhe me vazhdu jetën pa o daqet të mnavë, të mos se ka qice që për shkak fëmijëve dhe largohen edhe shkollërzohen, po jo, bëna... Ju se keni shudurë? Ja, korreq, edhe pavarësisht unë jam mashkull, do të thotë, po dashnia që kom pas ndaj saj është që kom pas gru. Amo nuk kisha mujtë me pas gru derisa e s'kish dasht. Tjetër. Edhe unë po thëmë, i kam bërë shumë. Vetë jeta na ka bërë, edhe vetë jeta na ka shpërblyt në fund, po se i kam bërë për që së dërzu. Nuk i kam bërë unë asaj që është gruja jam, edhe që kam vazhdu me nejtë me mu. Po, unë i kam bërë shumë që aje nuk u dërzu kur. Unë të isha ka, bërë nga kimo pas ka me unë e femën isha dërzu. Sepse për me, mbi e ka vazhdimisht edhe... Shpesh dit pas zgjidhje, do më thonë... Po të po, shkëshet e mjeku, hargjëshin për shemë lloj analize, lloj trajtimi, lloj terapie, lloj barnë dhe mpishe. Mas 4 mujtitet e ke, jeni 3, vazhdojnë, prapë është njëtë. A kjo vazhdojnë, po dikur se e poshe që të mund s'po vazhdojnë. Ylber, po menusem po fletë me shumë dashni për ta dhe po vrejt që e dënë shumë. Qysh jeni njoftu ju me njëri tjetrin? Po... Me mëset apo... Jo, dashni normale, ta kem normalën e... Im kom pjesëtari të MK-s, brigada 30 e gjenjes, do të thotë minirë mas luftës. Në momentin e parë që kom në protezën, jëm punësu në TMK, në TMK brigada 30 e gjenjes, në Ferizaj, edhe në kodët të TMK-s në atë ku, u konë rruga 127 erë, mdo, që ku e gatë. Kom pas një biznes temin internet kafe, edhe ajo ka qenë një mishterike në internet. Ndërku, unë kom pas kontribut vullnetar, dhe më kom vullnetar i shoqatës Hendikos në atë ku, edhe si vullnetar, edhe si lokal biznesi që kom pas, Hendikos e kena pas përballë. Në Ferizaj, kush e man men, u kon shtëpia pensionerave, ka artë jo nështë e potat në kalimin atë tunelin, që aty u kon shtëpia pensionerave, edhe u kon tani shoqatat, u kon Hendiferi dhe Hendikosi, e përballë tyne u kon lokali jam me qira.
Tani Mihonja si person me aftësi të kufizuar ka qenë anëtare e ndikosit edhe kështu. Ylber, mu merë shumë mirë që për jadin edhe hakun, ashtu me thonë edhe nusës tane. Po që a i kishtë thonë diçka nusës tane për i kësaj video? Mihanës. Vazhdojmë. Sepse mas një lufte të madhe që ka pas Kosova, edhe mas asoj luftës ku edhe rënë ndryshmor, edhe rënë invalid, erë dita çlirimit. Edhe menoj që edhe për mua edhe për gruan do të jetë një ditë e çlirimit, po nuk ka nevojë më konë ditë e çlirimit që lidhet patjetër me luftën. Po do të më konë një ditë e çlirimit ku ti çlirosh për këtë në tjera. Do të ku ti do të jetë nga ndjen. Ku ti bona ki një maraton futboll, maraton për shembull me atletik, po finishi është ajo që ty të bën më gëzu. Besoj që edhe unë edhe gruaja do ta kena atë finishin, ju finishin për të keq. Po finishin ku ne do ta triumfojmë të gjithë atë përjetim, do të thotë 20 vjeç. Edhe këtë sfida tjetës që i keni kaluar bashkë. Edhe më merr me që taj finishi kena me çak me gruan tem kështu, ja dolëm. Unë po du shumë edhe po lutna shumë për juve se e meritoni shumë. E meritoni se keni përjetu shumë sana, një jetë edhe asnjëherë nuk keni dorëzu. E di që ka pas shumë ditë që se keni ditë që keni me adal, keni mbet në shtatë dhe pa ushqim edhe krejt se normal sfidat e jetës, po asnjëherë nuk e keni ullë kryt edhe keni vazhdu drejt, me shumë dignitet, me shumë sakrificë, me shumë mund edhe me shumë punë. Qëre, gjithmonë është një të shqiptarës për jo, po të individ, të jeta personale, gjithmonë është ja dola, e dion shka bëj, ja dola veç vetë, nuk du me thonë ja dola edhe dita, kom ditë, s'kom ditë. Unë pa gruan tem s'kisha mujt mja dalë. Edhe më merr mendja që po ta kisha një gru tjetër s'ja kisha dalë. Po me këta e kom dalë. Se kjo ka dash mja dalë me mua. Edhe aja ka mujt me pas zhvidhe tjetër, ka mujt me gjetë një burë ma të mirë se unë. Ekonomikisht ma të qëndushëm, ma të fort. Po, jo, ka thonë bashkë këna mja dalë. Edhe kjo është ai shiriti që po themon që menoj shumë, shpresoj shumë që ai shiriti nga njës, ku unë me gruan tem, do t'i cakrojmë gotat me thonë, ja dëllëm. Ndoshta në mosh, kitë kështu, në mosh të shtyrë, ndoshta me kryle, që dhe me kaçaryl, po njëherë për njëherë. Do të më mërmenja, shpresojmë, edhe kam një besim shumë madh që unë me gruan tem kena me mri qatë ditë ku kena me thonë bravo, ja dollëm, edhe kena me thonë, a ka bre mo, hajde mo, a ka kësi beteje. Si në gjendje krejt sfidat mi përballë. Edhe me thonë, a ka mo, hajde për fillimit. Po. Këta jam shumë i bindu. A ka pos ditë kur nështë jeni dorëzu dhe jeni lodhë? Po, ka pos. Ku e gjatët forcën ato ditë? Të dashnia. Të e dash jetën, edhe gjithë mund të menu që po ka bre, se kena lidhë Zotin me zarë, ka edhe një ditë, edhe gjdo ditë ka qenë e re, gjdo ditë ka qenë një sfidë, po të gatë që mu përballë. Po gjdo ditë ka pas një vullnet, për me përvu dhe ditën tjetër. Edhe deri sot se një nalë, se keni menën më nalë asë njëherë, dhe shumë mirë që po jep një mesazh kaq të mirë. Po për çiftet që shojnë dorën njëri tjetrit, në sfidën e parë. S'janë çift ata. Jo besën çift ata. A keni mesazh? Jo besën ata janë çift ata, janë çiftat e interesit, janë çift ata. Po sot fatkeqësisht shumë sa ne po bëhen me interes. Edhe Dëgjoj, i femën edhe s'po du me hi tash në të farë analizën, më bo analisti malë, po i femën. Nëse femna nuk e dënë burrin, nuk ka jetis. Burri mundet me mos me dash gruan. Burri mundet mos me tregu i diniteshëm ndaj gruas. Ka probleme tilla, shoqënia, mungesa, puna, rruga e keqe. Po gjithmonë është ajo ku final të çti me rrugën e keqe. Do të provon me lu bastore, se i ekonomikisht keq, do thuaj ta mush një etiket. Edhe ti nuk fiton pa hub. Tani e provon edhe një tjetër, domthonë moshkulli është ai që provon sfidat e reja,
po gjithmonë ka baza ekonomike. Ndërsa femna, nëse provon sfidat e reja, po ashtu i ka bazat ekonomike, po gjithmonë bazohet ka burri. Çiftet e reja, nëse nuk kanë dashni, është mirë mos me provu veten, me thonë veç të martohemi edhe veç të filloj një jetë të re. Aty ku nuk ka dashni, nuk ka jetë. Dashni, respekt, me kuptim, dashni, veç dashni. Sepse ti e gjini femnore, ti po e len familjen tonë, po e len vllaznit e tu, po e len motrat, po e len gjithë në rreth familjar, po shkon me një familje edhe ti me respektin më të madh babës të burrit pi thu babë. Edhe nanës të burrit pi thu nanë. Tash mos pret që na ti të bot ku me diçka i të bop se pi thu nanë. Sepse dashnia që i ki ndaj ti nuk është veç formalisht me thonë nanë ose me thonë babë. Po kur ti me të vërtet e dën një burr, me kënaqësi thu babës burrit babë edhe nanës burrit nanë. Por nuk është veç fjalë. Do të më thonë për me nanë. Edhe dashnia që ti ki ndaj burrit e trajton nënën tonë si nënën tonë. Edhe në faktikisht nuk ka çare pa të kthy për të mirë çaj respekt që i ki ndaj vjerrisë në këtë rast, ndaj babës ose ndaj nanës burrit. Gjinia femnore, çiftet e reja nuk e kanë këtë sen. Nuk e kanë trajtimin me dinjitet sepse dashnia s'është me dinjitet. Ty Ylber je dhe invalid i luftës. Këmbën e ke hup gjatë periudhës luftës. Apo na fol pak më shumë në atë momentin. Unë jem plagos me 6 sheshor në ata në. Me 11 sheshor ka përfundu lufta. Unë jem plagos me 6 sheshor, të më për një 4 ditë. Ditën e fundit, jem ka në Dug, fshati Dug, do më në fshati Karaqic Zbërc, do më në Dug. Në fshatin Dug jem ka me pozicione, edhe na kanë ardhur 3 ushtarë, Fadil Shurdaj, është një ndërta sot është kryetari i invalidëve të luftës, Fadili ka ardhur me një 2 tjerë, edhe kanë kërku për neve me dalë me vëzhgu terrenin për me i qitë plagosnit për zonë operative të Neredimit. Do më nëjna ka në zonë operative Pashtrikut, me i qitë në zonë operative të Neredimës, që i bjenë me qu për Jezerc, Neredime, Mullapolc, edhe me qu për Maqedoni. Vëzhgimi ka pas më kanë me dalë me këshyrë kujen shkijet, do më ushtria paramilitarët, ku janë vendosën, ku me mujtë me gjetë atë farë koridorin, edhe ndërkohë me vëzhgu a ka mina, nëse ka qysh mi hek, me gjetë një farë mënyre, edhe në atë kohë, ata 3 kanë ardhur me qatë qëllim. Qëllimi ka qenë i tyne, ka qenë prej shtabit të përgjithshëm, ata kanë qenë me mision. Unë edhe Enver Krasniqi, unë im konë Shehelia pseudonimin, Enver konë Zoragjia, edhe unë edhe Enveri e kemi pranu, do thotë këtë me ju bashkangjit, edhe kemi ardhur deri në Saralev. Në Saralev, do thotë, aty është dash mu da grupi, normal ata 3 jenë konë shok, që si nda, unë jem konë me Enverin, jem konë shok i njësisë të nuk ka pas diçka zgedhë mëse zgedhë, po qështu jemi da. Edhe najna dalë në anej asfaltit, do më njëna dalë ka zonë operative në Redimës, ma konkretisht Saralevës për pjetë, për Greqes, lanesht fshatrat, edhe Enveri ka një krismën në ju. Enveri ka një krismën, sa Shehelia imi e që është punë, ta një krismë. Të ja lagë, qëfar krismë, kujritjeve që ti krismë, ne na konë 25 metra largësi me shkije. Qa që kanë pozicionet largë. Shumë stita kur gjohë. Ama e kishë morë nga zemës të minutë që one veç se krismën e kishë një jaj dhe të minutë që one pra. Në bisedojshme së kur tash qështu. Edhe i milëshu tash të poshtë. Kër i milëshu të poshtë, na kena arru këtë kujena. Që ne ka 25 metra vërshkive, edhe tash dovke pak me shkuturu, të më shefe, po na dollem veç kështu haptas. Edhe kur dollem kënej asfaltit, anën e kondërt, Fadili kishë mas hup kamën. Fadil Shurdaj, edhe ka hup kamën e djathtë. 2 ushtarë të Fadilit, do më shok të Fadilit, kanë shku me lyp për ndim, për forcem, edhe ushtarë për mi tërhek Fadilin, ndërkohë Fadili kom pakur farë ndime në malë. Do më asë një ndim, që nësë në kanë mjek, edhe asë një sen se këna pas, që asë një sen.
Të gjitha që kena bo aty para aty, me do tela të mina, me do lidhje, me do rrypa, me do toja, me ja lidh kamën, po këtu kom kështu motorizëm klasik, veç mja nimu. Edhe kanë shkuat atë 2 me lypë në dim, ndërkohë e në banu, edhe i kom thonë Enverit, në sotim lypë në dim. Do më shku deri në Dugë është fjalla, te shtabi jonë. Po tash, kur i kom thonë në Enverit shka, unë i mejtë vesh me Fadilin mal. Po tash, unë nuk desha më largu pi Fadilit, se u krejke i përshtypja që pela vetë. Ndërkohë me nejnë me Fadilin, unë isha i pa nevojshëm, se s'isha shka me bo. Edhe tash, është ajo tjetër e fajsis ku shokët vinë edhe bin mina, se ne ishme në zonë të minune. Edhe me qatë sen të menu që mos me ra shokët e me tash në luftë, në mina për mua dhe për Fadilin, unë kom fillu me hek minat. Edhe i kom hek minat vetë, 21 min i kom hek atë natë, 21. 1 min, da më thonë, që ka eksplodu e Fadilit, edhe 21 min. Po ndërkohë, llogaritet e tash Fadilin kom pas këtë farë pjesë, më thonë qëto, tash e lasha Fadilin, shkojsha, e heksha 1 min, edhe asha te Fadili. Ja të regojsha Fadilit minën, ama minën ju ka të regojsha Fadilit, por mu livdu që kom bona me kom hek minë, po mi kalzu që s'po largona. Edhe minat ja lasha Fadilit, tash të shku në malit, edhe të jarë të japru minat Fadilit. Fadilin prend, më në prend vetin i ka pas 21 min. Edhe deri ditën dhe momentën e mram, unë nuk e kom janë Fadilin vetë. Minat ja kom pru në prend, shkiti ka pas 20 metra mrapa, kitë mrapa i kemi një shkit, por nuk e kom janë Fadilin. Mon aty Fadilin, deri ka nërë shok. Edhe kur i nërë shok, paranohesh ka është e puna kur do me jetu. Në koridorin kë kom qelon me mina, nuk ka nërë shok të me. Ka nërë kënina ka se kom që minu me heqë. Nuk kom minu atë koridorin, do më që 1 metra sa kom ujtë me hek minat, a shok të me që ka nërë me të rejkë Fadilin, ka nërë kitë për dikaj tjetër. Edhe tash kur orë njën e për ushtarve, të hec e ka rrug njën e minë. Qatë minë se kësha pas hekone. Edhe mina ka shku usil, usil, edhe ka ronë pranë Fadilit, po kon minë e pa eksplodune, pa qmotune, po nuk ka ndodhë kur gjo. Edhe tjetër i rast, u konë që njëni pjushtarve ka njohë Fadilin, e kër ka thonë, Fadil, ku Fadil shka bo me ty, pushka ka ronë mina, qëto mina që kom qmenune. Po mina i kom qmenune, prap do mos ka pos dam. Edhe kemi pështu gjitha dit, jenë konë 6-7 shok, të mrekullushëm, A keni raporte sot po? Po, i kemi, vazhdimisht ato janë sani që nuk harrohen. Fadili sot është gjallë, është mirë, është shnosh, mosha për vend vetën. Fadili është një kryetar i respektuar i shoqatës të invalidëve të luftës. Mas 2 dite të njëjtën vend ku e kom të rejkë Fadilin ju plagusën. Të njëjtën vend. E arsye që ju plagusën është sepse shkit në kishin eliminu. Venin, edhe unë i vedishëm që kom qminu vetë terenen, nuk ma ka marrë menje që riminohet, të rikthejet shkita i vënojnë minat përsëri, edhe ju më plagos të njëjtin ven. Që aty ku plagos Fadili, ju më plagos edhe onë, dhe të mas 3 dite. Unë ju më plagos me 6 qershor, Fadili është plagos me 3 qershor. Që shikujten ato kohët e luftës? Të mira. Me mujtë më këthyra njëra e kur, kisha lanë gjithë shka. Sa vjeqar ke qenë? 23. 23 vjeqar, shumë i ri. Qa ke ndjen ato? Koha luftës është, po koha luftës e kanë kohë pa interes. E kemi dash jetën gjithë, kemi dash me kallëzu që mujna mja dalë, e kena thonë shkavit hajde bëjnëm që ku jena, mashkull për mashkull, burr për burr që ku jem. S'kena pas fishek sa shkavi, kena pas 4 fishek, 5 fishek. S'kena pas armë për krejt, ushtari i ri është dash me armë mas me, për nëse me marrë armë naj, po nuk kena menu që pse do të më vranë me jadhër armën ati, ose as ati si kom dhim pse do të më vranë për marrë armën naj. Ka qenë një unitet që nuk mundet me përshkru, i du me Allah e jep atë rrezikën si cilët. Koha e luftës është një kohë e shenjtë, një kohë që nuk përshkruhet me fjalë, po një pikor në më të mira që dikush mundet me jetu. Nuk mundet me pas të gjithë qatë ndjen
e tjetuarit. Nuk Zoti një herë ta bjen qatë ndjenjë. Njerë ta bjen rastin me dekja dhe me luftu për vendin tonë. Një herë ta bjen rastin me shiju, ta man një thonë vetit burë, me thonë që ku jam? Gjuj, me tenka, me granata, me shkat kiqevin, po jam qëto. S'keni njoft frikë, edhe ata pak fisheka që i keni pasur, më thash dosht mirë. Jo, frikë kemi njoft, sepse dëshira për me jetu ekziston. Frika ekziston. Na jena frigu. Amo nuk jena frigu për mu tërhek, nuk jena frigu për mu dërzu. Kena nejt, frikën e kena mujt me frikë, sepse na jena frigu për jetët tona. Po e kena pas një lloj trimnie, sepse nëse na vritmi, shka ndodh me gratë tona, shka ndodh me popullatën tonë. Pozicionet tona këna na brigada 129 me Jashari Kumanova, dikush 70.000 banori ka pas në grykat maleve. Edhe gjithmonë shka nëse na frigomi edhe shka nëse na tërhekmi, shka ndodh me popullatën. Dhe na kena pas frikë, është e vërtet. Frika për tjetu gjithmonë ekziston. Po është edhe frika që çka nëse ndodh me mu, shka ndodh knena. Dhe mon frika e tjetër, shka mund të më ndodh popullatës, ne ka zbut njëve frikën tonë personale, edhe na kena qëndru stoik në pozicionet tona. Na kena qëndru në pozicionet tona me ditë të tëra, pa boka njerë, pa ushqim, do të thotë me ka 3 ditë, me ka 4, po nuk kemi të rejke, nuk kemi dërzu. Brigada 129 Smet Jashari Kumanova është një për brigadave cila e ka prit këforin, i ka prit forcat e natës në pozicionet e veta. Nuk kena tërhek, nuk i kena lëshu pozicionet, edhe popullata kanë qëndru në gryk, në male, në tenda, po e kanë prit këforin. Nuk i kanë të shpartallon. Edhe kjo na i ka ba me dasht lirin, edhe me vlerësu lirin, po edhe me vlerësu edhe me vlerësu edhe këtë qëndrueshmërinë tonë. Kemi qëndru stoik në ato shka jemi besatu, kemi dhënë besën për këtë vend edhe nuk kena lëkun për asnjë qëllim. Nështë s'po di me thonë kështu mirë. Shumë mirë për e folë dhe faleminderit shumë prej te që po na i tregon edhe këto përjetime tuat. Po Ylber, ç'është po njesh sot në Kosovën e lirë? A keni mendu që ka marrë kjo ditë? Jo. Na kemi mendu që lufta jonë diçka ka me sjell. Lirin po se po jonë këto për mos çfarë është tash. Na kena mendu, na kanë djem 3, nuk kena mujt, nuk kena kanë diçka ku ta dijon çfarë analista, çfarë parashikus. Po. Na kemi dhënë kontributin ton, dëshira kanë e madhe më bëu ushtar. Na kena ushtu me ka 2-3 motor, 5 motor, me shku në Shqipni më armatos, edhe parëndohë me shku 5 motor për më armatos për më vra. Që sot njerë në Prishtinë u shkan diskotekë, hajde shkojnë në diskotekë për qef, sot hypo me një kerë, shkojnë me një taksë, si për ta nëzvjen heq. E na, kur ti menon që ki kerë, edhe prap pritar me shku në diskotekë më kënash, na s'kena pritu me shku në Shqipni më armatos për më vra. Është diçka që thash, është një periudhë ku ti nuk mundesh me spjegu ndryshe. Dëshira për mi dhënë vendit liri, kontribut edhe beson shkavet, se ka një farë diçka që ti një herë jetone ke mundë në shkavet, që bre hajde ku jena, hajde. Kjo, unë nuk di që me përshkru, normal pak edhe Normal të kaplojnë edhe ato emocionet kur flet për atë periudhë për shkak se jemi kanë djem 3, jena kanë djem 3-be. Një moshë shumë e re edhe pa përgatitje ushtarake, nuk jena kanë ushtar të Jugosllavisë, jemi kanë këtë djem 3, jena kanë pak belargji, kena dalë për protesta, demonstrata, kena gju pak milicinë e gërë, po përvoj luftarake s'kena pas, kitë kanë që jena mësu aty për aty. Po Kosova e lirë, qa do të thotë për ty? Kosova e lirë thotë shumë. Nuk kena menu që kena marrë me këtë gjendje. Unë nuk jam keq, do të në 18 vjetë që s'kom pas mirë diçka tjetër, është punë Zotit, por nuk jena kon keq. Secili ka gjetë mënyrën e vetë me punu, janë formu TMK-ja, por nuk është formu në ato që kena pas shef. Pjesëtarët e OÇK-s nuk janë trajtu në TMK atë që kena pas shef. TMK në atë kohë është formu për i 3.000 aktive dhe 2.000 rezervë. Në ata 2.000 rezervë nuk i kom pa në invalidet e luftës që në trajtu që aty. Dhe të mjesin e 2.000 rezervë, prapë invalidet kanë qenë të pa trajtuar me pension.
Tani plotësimi i veneve të punës, zjarr feks, shkolla, institucione, nuk janë plotësuar me kuadra të mirë fillta të çikës. Aty ka pas mundësi më punësu veteran, të burgosën politik, familje të kontribuese, domethënë se s'është kanë vitë çikë, ja kena pas njerëz të LDK-s që kanë dhënë shtëpinë shkollë, urreje, e kanë dhënë shtëpinë për organizata ndihmave, për shembull në Terez ka njerëz që urrej për çat punë, edhe prapë nuk u trajtu, njëjtë sikur veteran që të trajtu. Po e kemi përjetu, e kemi aproballu edhe këtë neglizhencë, sepse nuk ka mujtë nashta më përfshi të gjithë, po unë mendoj që kanë mujtë më përfshi, veç është dash pak me pas sinqeritet në shpirt te ata që kanë marrë veprime, që kanë pas mundësi me marrë veprime. Ilber, a mendon që sot ja u dim sa duhet juve? Nuk na i dim, për arsye se vetë fakti se folet shumë për veteran fals, kjo është ajo që nuk na i dim. Pse o dos me pas një Ilberi, një invalid luftës fals. Kujnas jam usha synin unë. Ballbem kanon? Pse do të me pas Ilberi një veteran fals? Pse do të me pas më fry listat për shka? I man me dignitet që ata që i ki. Një kam 5 invalid, në rregull është. Pse mi pas 50? Po pse do të me pas? Pse për shembull pse do të një komandant i jemi me i fry listat, atëherë unë se pas ta mush synin luftë. Fjala bibjen. Pse do të me pas shumë thjesht, pse do të me pas një invalid, një veteran ma shumë kur shakeshone. Kur unë kesh i mirë në 98, në 99, pse s'kesh i mirë 2000, 2001, 2002, 2003 deri sot. Kjo është që na thonë që thamën që s'na kanë ditë vlerën, nuk na e dinë. Se na dhe sot po bisedojmë, për shembull për listat e fryme në fatkeqësisht në Kosovë, unë s'po du me thonë, po vështirë me thonë, ne kena përmi 50 invalid dhe veteran që kanë vjerë veten. Domthon e kanë dhënë jetës fond. Ata nuk e kanë fliu veten për nuk e kanë fliu veten ata për që kanë pas jetë mirë. S'kan pas kushtet nuk kanë pas kushtet e mira të jetës. E kanë pa një person veteran që ka him punë, ai veteran s'kon hiç veteran. E ka pa njërin për shembull, ka pas komandantin me xhep. Një komandant për shembull që bona ki veç veteran e ka bota komandant. E ka bo ushtar, e tjerë, po trajtimi ndaj neve nuk u bo trajtimi dur, nuk është të bo dhe sot. Na dhe sot ku po bisedojmë, na kena një buxhet që është të fol, ku nuk kemi rritje të pensionit për invalidët e luftës. Unë vetë jam aktivist i partisë vetë vendosje, kam qenë edhe kandidat për ansambin për Ferizaj, edhe para 3-4 dite, do thotë u lezu plan buxheti që po bisedot për më votu, prapë nuk kanë vend atë invalidët edhe familjet dëshmore, nuk kanë rritje veteranët. Unë vetë jam që aty edhe vetë s'po muj me dhënë kontributin e dur, sepse numri është i të kalu. Unë vetë në parti i thojnë 60.000, shka mi bo, edhe është e vërtet. Edhe nuk po muj me bo kur gjo. Kjo është e që gjithmonë ai që do me bo diçka, nuk ban për shkak se ki fajnë dikun tjetër. E të këtë që thotë e kam bo fajnë, thotë valloj, thotë na i kam bo dikush tjetër. Kur kush s'po del me thonë, na e kena fajnë si popull, pse kartë e qëtu. Se cilë për ikmi njëri tjetërës, për ikmi përgjithësisë. Ilber, ti ke përjetu shumë sene në jetë, po cila ka qenë sfida më e madhe me cilën një përballë? Që kishe mujtë me nda dhe me njërës? Sfida më e madhe është normale e gjepi se nuk deri tash, është krijimi i familjes. Kena pas rasti kur unë im shku çdo vet, për shembull ka qenë kur ti ke po shok të tjerë, veteran invalid që përveç atyne që thash, kena pas mërzia kur veteran kanë vjerë veten, e cilët janë kanë dhe shok tonë, po ka pas edhe të tjera kur kanë kriju familje veteranët të tjerë, për shembull kanë kriju çik, djalë, e kanë zhënu familjen, edhe ajo ka qenë një aty në sfidave, nuk ka pas sfidë tjetër. Kjo ka qenë sfida më e madhe për mu. Po, dhe sot je bab,
Edhe i pas fëmin me jetë, me Blinin edhe Erën. Blini edhe Era. Blini edhe Era, po. Emrat e kënë gjithë, do më thonë. Blini për shkak se unë jem konë ushtarë në Petreshtic, Kremer, edhe ajo pjesa e Blinajës, Lipovicës, Blinaja. Okej. E Blin, do më thonë, koincidon me qatë farë pjesën, do më thonë pjesa e Blinajës. E Era është era luftë, era trazira, era lojmet mira, era lojmet këqija, s'po sjellë era të mira, era vranësi, do më thonë në të kuptimin ku kena dhonë na për që lajmë, për shembull era ofanziv, era sulme, do më thonë Blini dhe Era koincidojnë me këto dyja. Ashtu kom menu edhe ashtu i kom përjetu vetë. Vendus me ja lënë emra, do më thonë me një kuptim shumë të veçantë dhe shumë interesant për ty. Na folëm shumë për sfidat me cilat i përballon e po du me thonë bravo edhe t'ju urej gjithë të mirat për shkak se ke përjetu shumë gjona në jetë edhe nuk ke dorëzu për asnjë moment. Përkundrazi ke marrë krejt çato dhimbje, krejt çato gjona me cilat çato sfidat e jetës me cilat i përballë dhe i ke kthy në forcë. Je në valët e luftës, njënën kam nuk e ki, i punon 2 punë, do më thonë sot. Para dite punon paketën sheqera, ja ke një stazh, do më thonë, pas dite shkon edhe punon pumpë benzinës, derivateve. Do më thonë, atë bjen me flejt, me pushu ty. Bjen pak. Bile ka njerë pres, mos me flejt tesh nëse janë thmija qukt, kam qënë më nejtë halo me thmi. Bile ka njerë... Shaj se ti dejnë 12 natës jem punë. Po, dejnë punë. Deri një, zbesoj që flandej që ka ishë në shpetra atosh edhe krejt, masanin atë bjerë më qurë 7-8. Bile i ngu se thmi, ka fakt tik. A, po djë me najtë, që a ki najtë ditë pushimi? Po, ka. Ndrimi është i mirë, po në benzinë ndrimi është i mirë, 2 ditë i kam para dite, 2 i kam mas dite, 2 natën, tani i kam 2 ditë pushim. E po, mbjen. Po para dite, kur mbjen mu, thmini kam qerdhe. Po. Nuk mbjen me nejtë me thmi, se thmini kam qerdhe. Mas dite, kur jam punë, ta flajnë edhe... Kryesori jam mirë, nuk është keq. Unë krejt intervistuzve të me ja bëj një pyetje, çfarë mesazhi ki për fund? Ti, si invalid i luftës, si pjesëtar i ushtrisë shërëmtare të Kosovës, çfarë mesazhi ki për fund? Fillimisht për unë mesazh nuk kam, për kam veç një fjalë, duajeni lirinë. Vlerësojeni lirinë, çmojeni lirinë, duajeni vendin e juaj, sepse nuk kena vend më të mirë. Edhe liria nuk është ajo që ju e dëshirani, po nga që kena pas mundësi me bo për juve. Edhe keni bo shumë për shkak se falë juve, falë gjakut, krejt atyre që kanë dhënë jetën për këtë vend, nëse të egzojmë këtë liri. Kështu që... Liria ka emën, duheni lirinë. Një mesazh shumë i mirë. E kam edhe një pyetje për fund. Për njerëzit që i dorëzohen jetës edhe sfidave të jetës, çfarë mesazhi ki ti që ke përjetuar shumë gjëra në jetë, çfarë kishe thënë atyre që momentalisht në këto momente janë të përballë me një sfidë, çfarë do kofta? Mi kisha thënë bëheni burra. Sepse mungon burrëria tek ne, do të më kam burr, jo moshkull. Do të më kam burr, sepse veç burrëria të manë në jetë edhe të bën të lumtur me krejt ato që ti ki për rreth. E kthen kryt e ki familjen. Përpara e ki jetën. Me burrëri, me krenari përpara. Faleminderit shumë i nderuar. Kaq pra miqtë e mi dashur, po shpresoj që keni kaluar shumë mirë me neve. Për mua ka shumë nder, kënaqësi dhe privilegj shumë i madh me taku një njeri si Ylber Selmani, që përkundër sfidave, përkundër gjendjes të tij, që secili prej neve patjetër përballemi me sfida dhe me gjëra të këqija që na ndodhin në jetë, po Ylberi na tregoi që nuk do të më dorëzu, duhet me mbledh forcën, me ecë përpara edhe mos më ndal kurrë. Edhe nuk besoj që patë mesazh më të mirë me përmbyll intervistën e sotme. Faleminderit shumë që na keni ndjek. Shihemi prapë.